Pjesa më e madhe atyre që merren me buqësi shprehen se nuk ja vlen për shumë arsye. Qerim Fisniku nga fshati Treni Dipros është rikthyer nga emigracioni për të punuar në vendlindjen e tij, por është penduar. Veç Qerimi shprehet se kostot janë bërë të papërballueshme dhe se nuk ka asnjë fitim. Një tjetër problem që shqetëson buqit është edhe cilësia e dobët e farave, e cila në shumë raste rezulton 100% jo produktive. Kjo ka bërë që shumë banorë që jetojnë në fshatra të heqin dorë nga kultivimi i drithrave pasi kanë dalë me humbje disa vite radhazi. Por Qerimi rikthimi në vendlindje ishte një shpresë e madhe, ku atë punë që bënte në emigracion shpresonte se do ta bënte edhe këtu, por siç thot vetë ai, çdo vit më shumë po shtohet sipërfaqe e tokës së lënë djerë. Unë aktualisht merrem brenda 20 vjet. Ka posponuar emigracion 20 vjet tira, e në detyrova ktheva në Shqipëri për një jetë me punu në shtëpinë time. Po i paknaqëm jo. Me paknaqëm se nafta si që merte me makine ma non me traktor. Vetëm njerë kam marrë se kam si më bë. Edhe ata është drejt vgjerë komplet tokat janë. Komplet. Si ti shofi që vgjerë. Garanti fare s'ke fare. Ose unë merë me mbjellin ma shumë. Edhe shkej për shembull në mund vjen gjinaf. Si jem njeri. Vjen gjinaf kur ta shoh atë titrit, se unë kam mbjell. Unë ka dhënë lek titri. Por vi fondi nuk mbi nacion gja, as ministri, as në fjalë ndihem keq. Bujku Qerim Fisniku thot gjithashtu se nëse nuk ndryshon situata, atëherë ai do të rikthehet sërish në emigracion.